Ditëve të fundit, rrjetet sociale janë pushtuar nga një personazh i pazakont i krijuar me inteligjencë artificiale, të cilin përdoruesit e kanë pagzuar me emrin Fantazma e Prishtinës. Ky krijim virtual, megjithëse shihet qartë që është produkt i teknologjisë digjitale, ka arritur me kriju konfuzion te një pjesë e qytetarëve, kryesisht për shkak të mënyrës se si është vërnda dhe trajtuar prej disa mediave. Personazhi shfaqet me një maskë të bardhë në fytyrë dhe me këmbë dhije, duke u paraqit virtualisht në lokacione të ndryshme të vendit. Fal teknologjisë artificiale, Fantazma është përdoruar në montazhe kreative e shpesh edhe qesharake, duke u vendosur në komuna të ndryshme të Kosovës, çka ka nxitur reagime, humor dhe komente të shumta në rrjetet sociale. Megjithatë, përkundër faktit që vrihet lehtë se bëhet fjalë për një përmbajtje të krijuar me inteligjencë artificiale, disa mediume kanë zgjedhur me promovu këtë fenomen pa verifikim dhe pas sharrim të qartë për publikun. Në vend se me trajtu rastin si përmbajtje satirike apo digjitale, disa media e kanë paraqit si diçka reale, duke ndjek klikime dhe sensacion, pa u kujdes për pasojat që një raportim i tillë mundet me i pas. Kjo qasje ka kontribut drejt për drejt në keq informim, duke i lënë qytetarët në dilema dhe duke treguar edhe njëherë mungesën e përgjegjësisë profesionale në raportim. Në kohën kur përmbajtjet e krijuara me AI po bën gjithnjë më të shpeshta, roli i media për me informu drejt dhe me sqaru kontekstin është më i rëndësishëm se kurrë. Përndryshe, raste të tilla rrezikojnë me u shndërru në manipulim të opinionit publik në emër të shikueshmërisë dhe klikimeve.